Rreth 40 familje të fshatit Sukadajq nuk marrin shërbim shëndetësor në fshatin e tyre si shkak i mungesës së qendrës shëndetësore. Në rast nevoje, banorëve u përgjigjet një infermier nga qendra shëndetësore e fshatit Dajq. Qendrë shëndetësore nuk kem, kanë ardhur ata të Kuvajtit, 3-4 herë janë interesu, kanë pa venin. Do ta bajmë po përgjigjet tamam s'ke marrë. Është shumë e nevojshme se janë të në plecë. Qendra shëndetësore është në Dajq, në qendrën atje, mirë po i pjesë, jo i pjesë, po 80%, edhe në kjo se ka makinë në bërë fëmijëve, nuk kanë gjenie me shku makinë. E nevojshme është, shumë e nevojshme. Kryetari i fshatit kërkon që të ndërtohet një qendër shëndetësore në këtë zonë. Tu kem një infermier, është djali mirë, por nuk ka as ku punon. Rreth 80 banorë të këtij fshati e marrin të pjesëshëm shërbimin shëndetësor parësor, ndaj duhet të merren masa për zgjidhjen e këtij problemi.